Këtë të hënë, lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës kërkesën për shqyrtimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani, lidhur me vendimin për shpërndarjen e kuvendit. Lajmin e bëri të ditur shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Arberia Nagafci, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku theksoi se partia kërkon nga gjykata që të ndërmarrë masa lidhur me dekretin presidencial. Sipas saj, Presidentja e Republikës nuk gëzon të drejtë për të ndërhyrë në funksionimin e pushtetit legjislativ, e aq më pak për të ndërmarrë veprime që çojnë në shpërndarjen e kuvendit. Roli i presidentit në këtë proces është i kushtëzuar dhe aktivizohet vetëm në rrethanat e përcaktuara qartë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ka shkruar Nagafci. Ajo shtoi se çdo veprim jashtë këtyre kufive përbën tejkalim të kompetencave kushtetuese dhe cënim të parimit themelor të ndarjes së pushteteve, të sankcionuar në nenin 4 paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Nagafci theksoi se në një shtet demokratik, asnjë institucion dhe asnjë bartës i funksionit publik nuk mund të veprojë mbi kushtetutën apo jashtë saj. Sipas saj, përpjekjet për të ushtruar kompetenca që nuk janë të përcaktuara qartë me kushtetutë dëmtojnë rendin kushtetues dhe rrezikojnë funksionimin demokratik të institucioneve. Në fund, ajo bëri thirrje që Gjykata Kushtetuese ta trajtojë këtë çështje me prioritet dhe të japë një vendim sa më të shpejtë, me qëllim që të shmanget çdo cënim i mëtejshëm i rendit kushtetues dhe i parimit të ndarjes së pushteteve.